Unë iftoj që të gjithë për durim, ndoshta ky vit edhe pak atyre që kanë ambicie mund t'ju jap pak kohë dhe mu përgadit. Mu përgadit për garë. Vendosëm për fundimisht, pas dështimit të 28 prillit, ajo ka qenë momenti i parë që ne jemi ullë me zotin Abdi Gjiku për të diskutuar për një bashkëpunim potencial. Unë e kam pas në fakt si opcion qëndrimin komplet anash në këto zgjedhje, sepse kam vlerësu që ka qenë tepër herët që unë të angazhohem politikisht, sapo e përfundova mandatin si presidente dhe kam mendu që nuk ka qenë momenti që me njëherë të angazhohem politikisht. Megjithatë, pas spjegimit të rrethonave nga zoti Abdi Gjiku, kam vlerësu që mundem me ndihmu lidhjen demokratike të Kosovës në atë rrugë dhe në atë situatë që gjendej. Mirë, për para se me marrë këtë vendim, unë kam kërku takim me zotin Imre Ahmeti dhe zotin Gazmend Muhaxheri, si dy njerëz me cilë kam bashkëpunu për një kohë shumë të gjatë dhe i kam pyetur edhe ata si çka mendojnë rreth këtij bashkimi, dhe që të dy kanë qenë pro rikthimit tim, që të dy kanë qenë pro që të jem bartës e listës, që të bashkëpunojmë. Edhe arsyeja pse po e përmendi këtë është për me tregu që e kam vlerësu qëndrimin e tyne, kam vlerësu kontributin e tyne, edhe kam mendu që të gjithë bashkë mundemi me qu LDK-n përpara. Edhe sot mendoj që kjo gjë është e mundur, që dallimet të cilat ekzistojnë për momentin janë të i kalueshme. Kjo nuk do të thotë që pajtohemi për gjithçka, unë sapo e tregova një mos pajtim për cilin e kanë. Mendoj që me vetë rikonfirmimin që Lumiri e ka marrë me 31 janar dhe me faktin që gjendemi në një moment tepër delikat për interesin e Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve tanë, të gjithë ne reflektimin që e përmende duhet ta bëjmë në këtë drejtim. Ky është reflektim. Reflektimi është që ne duhet me pas si mundemi me ndihmu Republikën e Kosovës, si mundemi me ndihmu interesave të Republikës së Kosovës në këtë moment. Dhe Lidhja Demokratike e Kosovës si parti shtetformuese, si parti që gjithmonë ka ditur në momentet më të rënda të historisë së saj, që ti mbroj parimet dhe vlerat mbi cilat e ka ndërtuar doktor Ibrahim Rugova këtë parti, mendoj që të njëjtën duhet ta bëj edhe tani dhe çdo mos pajtim i momentit duhet të reflektohet aty ku është veni dhe aty ku është momenti, dhe kjo është viti i ardhshëm, zgjedhjet e vitit 2027. Në vitin 2027 ne ulemi të gjithë bashkë, ulemi të gjithë bashkë dhe shohim kush është më i miri. Dhe hajde të gjithë të bëhemi bashkë rreth atij personi në vitin 2027. Të gjithë ne po bëhemi bashkë rreth atij personi në vitin 2027. Ky vit vetë se shkoi, fluturon në një vit. Fluturon sa çelem shel syt, apo jo? Pra, unë iftoj që të gjithë për durim, ndoshta ky vit edhe pak atyre që kanë ambicie mund t'ju jap pak kohë dhe mu përgadit. Mu përgadit për garë.